Aulon. Ndryshe. Doktor. Vazhdo. Shije. A jemi më mirë pa? Kam godit dhe këtu me shkop pas. Ishim të Luciano, kryetarin, me Luciano Boqi. Po. Edhe ishim të gazetarët, kur ndërhyri policia. Dhe pastaj pash duke vënu Klevis Ballia. Edhe ndërhyra sepse për ta nxjerrë nga policia. Dhe goditën, domethënë nuk e di tani, po këtu te qafat e pas qafat. Ja doktor, Shije do të thonë, si shkon. Vëm qafë. Ju po në një... Po për për skaner, Nuk ka një dëmtim të vërtetrave, po e montonë. përësisht shkotullojnë Kontuzioni i vetëm. Kanë përdor helm kimik, kanë përdor lëndë sprej ariu. Sprej i ariu është ngjitet në nivelin e helmeve kimike dhe përbën një krim penal shumë të rëndë. Nuk është përdor sprej të zakonshëm. Janë përdor bomba, protestuesit i kanë pa me imazhin e ariu. Sprej i ariu është në grupin e lëndëve të cilat mund të jenë letale. Tek personat me astëm bronkiale, tek personat me probleme zemre, pra janë absolutisht kanë kryer një krim të shëmtuar sot. doktor, sepse unë prej në Aulonin, edhe ndërkohë që piva cigare, u fry buza, ndërkohë që ishte substanca. Ja, shef, është përdor sprej ariu. Ato të bogla, se këto të përnjeshtit janë shumë bogla, nuk janë krejt tjetër. Po ato i kanë pa protestuesit, i kanë pa me figurën e ariut, janë për të dalluar. Domethënë, ideja është që nuk ishte proporcionale. Jo, por s'ka proporcionale. ishte shumë të Shumë më të madhe. Ka një sasi shumë herë më të madhe se kjo që përdoret për individe. Jo, dhe goditja me ato mbrojtëset nuk ishte sepse ne ishim të gazetarët. Kanë hedhur shishe molotov kundër protestuesve. Po, të vërtetuara nga protestuesit. Na gjurin në shishe, a vini shqit nga sipër. Tonë si ka që të kaloj për t'i rallë? Pra, dhe më thënë, përdorën një egërsi shtazore ndaj protestuesve dhe me qëllim me një listë, sepse ju vetëm dhunë nuk kishin. Kishin dhunë një ishë punë e dhunë sa të. Më thot një aktivist, Aulon Kalaja ka protestuar 365 herë paqësisht. Kam qenë organizator protest. Ja, pra. Po s'ka ndodhur kur kjo punë. Sot ishte me thënë ishte... Nuk e di, edhe ma thanë që do ndërhynin, por nuk e besova, për të thënë drejtën. Jo, ishte një ndërhyrje e pa argumentuar, e pa e kanë qëllimin se duhen të mbyllin aferën Balluku, Rama Balluku, po që se mbyllin kur. Por ku më rasi, tjetra do jetë, do ta shohin vetë. Tani ka hapësi.